Dhe ja ku jemi bashkë dashur me që i paralajmërova të ftuarit, kam shumë të ftuar sot, kam shumë tema të ndryshme, çdo kun nga pak do marrim përgjigje për atë se çfarë na intereson. E diela është dita e marrjes së përgjigjeve, ju tashmë e dini vendin, çdo të diel në televizionin Kanal 10 në familja jonë, të ftuarit që vinë nga fusha të ndryshme, ekspertë të fushave të ndryshme, por edhe të atyre të cilët na bëjmë të kemi rutina më ndryshe të ditës sonë. Dinamizmit mos na marrë përpara dhe të shijojmë aktivitetet të ndryshme kulturore që organizohen në mënyrë të derajuar, të menduar mirë, edhe gjithmonë duke menduar për të sjellë ndryshime, risi dhe për të promovuar kulturën e vendit dhe kulturën e popujve të cilët mund të mos i njohim. Ajo çka është më e rëndësishme në vendin tonë, jemi një shtet multietnik dhe kemi kultura të ndryshme. Festivalet të cilat organizohen shpesh na mundsojnë që të njohim më mirë kulturat e njëri tjetrit, të përbashkëtat, të ndryshmet dhe të përqafojmë atë çka ndoshta nuk e kemi njohur. Një gjë të tillë po bën edhe Voraja, organizata e cila unë e kam thënë shumë herë në emisionin tim, punon shumë, kur tham punon shumë, jo vetëm për një PR në rrjetet sociale, një punë praktike që ka bërë një ndryshim të madh në komunitetet rome egjiptiane Ashkali dhe jo vetëm. Me punën që bëjnë, kanë përfituar shumë të rinj të reja, të cilët sidomos gjatë studimeve ka nevojë për një shtytje dhe një dorë, dhe Voraja ka qenë një dorë e tillë. Është viti i 8 i festivalit multikulturor që Voraja organizon. Dhe do të flasim pikërisht për festivalin që do të vi në fund të qershorit dhe do ta zbukuroj Prishtinën. Për të folur për të rejat dhe planet e festivalit, kam të ftuar zyrtarin e programit Denis Avdi, i cili tash është në studio me mua. Mirë se erdhe, Denis. Mirë se gjej. Faleminderit shumë që gjete kohë me orë në emision. Faleminderit shumë edhe për juve, edhe për kohën e juaj, edhe për hapësirën që jeni të ofruar për promovimin e festivalit. Çdo herë kënaqësi, sidomos për gjëra të bukura, sepse jemi duke jetuar në një rutinë, në një monotoni, në një dinamizëm që shpesh harrojmë që gjëra të bukura na rrethojnë, të tillë na ofron edhe festivali i cili zgjat 3 ditë apo? Po, zgjat 4 ditë. 4 ditë, do me thonë është 4 ditë. Po për ata të cilët, edhe pse është viti 8, nuk e kanë pas mundësinë me qenë, që i ftojmë me marrë pjesë, çfarë do të ketë këtë vit festivali, Denis? Festivali multikulturor ka qenë çdo vit për neve një angazhim i cili ka sjell kulturën e komuniteteve Roma Ashkali dhe egjiptian pak, nëse kisha më të thonë. Për shkak se shumicën e rasteve komunitetet Roma Ashkali egjiptian janë prej komuniteteve të cilat nuk promovohen mjaftueshëm. Jo për shkak se ata nuk dojnë, jo për shkak se nuk janë të interesuar, por për shkak se mungon edhe hapësira për mu promovu komunitetet Roma Ashkali dhe egjiptiane. Dhe gjithmonë ekziston një farë mendimi që komunitetet Roma Ashkali egjiptian në shumicën e rasteve nuk po e kanë një kulturë ose nuk po e kanë një traditë ose çka do qoftë. Megjithatë, festivali multikulturor është çaj i cili ka me e promovu këtë kulturën, ka me i promovu traditat të tyre. Po në të njëjtën kohë edhe ka me tentu me i fuqizu komunitetet Roma Ashkali egjiptian në forma të ndryshme. Festivali multikulturor është një ngjarje e cila ndodh tash 8 vite, edhe është një festival i cili po promovohet vazhdimisht tek shoqëria. Për shkak se krejt qëllimi i këtij festivalit është vetëdijsimi i shoqërisë mbi ata se kush janë komunitetet Roma Ashkali dhe egjiptiane dhe vazhdimisht po tentojmë që me i bashku të gjitha komunitetet edhe me festu për disa ditë një festival i cili i lidh krejt çdo komunitetet. Kështu që datat 23, 26 kanë me qenë ato data kur të gjithë kanë me pas mundësinë me u bashku kësaj nismës. Dhe kur the që tentojmë me i bashku jo vetëm komunitetet Rom egjiptian dhe Ashkali, ju do të përzini edhe të ftuar edhe kultura nga Bosnja, nga edhe komunitetet tjera. Po, gjithsesi, festivali multikulturor nuk është festival në të cilin kemi me pas promovime vetëm të komuniteteve Roma Ashkali egjiptian. Do të ketë mundësi që të bashkohen edhe komunitetet të tjera, për shkak se krejt ideja e këtij festivalit është të bashkohemi të gjithë. Siç e ka dhe emrin, multikulturor. Po, normal, ashtu. Kështu që ashtu edhe siç është edhe emri, siç e përmende, multikulturalizmi është diçka që duhet me na bashku, është një slogan i cili na ngre me qenë me një vend të përbashkët, tu mos e pa se cilës kulturë
kulturë ose komunitet dikush i përket, por thjesht të dalim edhe t'i festojmë të gjitha të mirat që i kemi. Kështu që kjo ka me qenë ajo ideja ndoshta kryesore për cilin jemi duke punuar në lidhje me këtë misioni kryesor. Ti ndajmë se çfarë do ketë natën e parë, 2, 3 dhe 4 në mënyrë që nashta jo çdo 14 mundemi me ardh, dikush vjen të parën, dikush dytën, që ta dim ku e gjejmë veten më shumë. Mirë është me ardhmë të katërt. Po, gjithsesi. Festivali multikulturor për dallim prej viteve të tjera, këtë vit ka me qenë për 4 ditë, siç e përmendëm edhe në fillim. Ditët kanë me qenë të ndara për nivele të ndryshme. Domethënë, duke filluar prej ditës së parë, kur do të hapim festivalin, e që do të bëjmë një ceremoni të hapjes, edhe do të kemi fjalime rasti, do të kemi përfshirje institucioneve, ambasadave, edhe në momentin e hapjes do të kemi një muzikë të lehtë, edhe ku pjesëmarrësit ose vizitorët të cilët do të vinë në hapje kanë me pas mundësi me pa edhe muzeun mobil, i cili quhet Krah. Pra na që do të sjellet në shesh, apo? Ashtu, në shesh do të sjellet. Pra na i kemi një ekspozit ose një qendër multikulturore, e cila quhet Krah, por e ka një lokacion në Prishtinë. Megjithatë, na vazhdimisht, sidomos gjatë këtij muajit, jemi tu e ecë prej një qytetit në qytetin tjetër, edhe me 23-ën të këtij muaji do të hapet kjo ekspozit edhe në Prishtinë. Edhe domethënë vizitorët do të kenë mundësi edhe me i pa edhe kulturat, edhe traditat, edhe gjitha të mirat që i kanë komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptian, edhe ata të cilët nuk kanë pas njohuri, kanë me pas mundësi me pas një vizion mbi ato se kush janë komunitetet, edhe realisht se çka kanë kontribuar realisht në shtetëndërtimin ose edhe në shtetëformimin të Kosovës, edhe në të njëjtën kohë kanë me pas mundësi thjesht me pas një opinion të vetin, i cili normalisht ka me qenë pozitiv. Pasi të kryet kjo ceremonia e hapjes, ne i kemi ndo aktivitetet para dite dhe mas dite. Kështu që në më vonë do të hapim një ekspozit. Ekspozit e cila do të tregoj për realitetet e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian, jetesa e tyre. Edhe ka një autor apo disa? Do të ketë më shumë autor. Kështu që do të vendosen që kjo ekspozit ku qytetarët të cilët do të vizitojnë një hapësirë, e cila po ashtu do të jetë në Prishtinë, do të kenë mundësi thjesht me pas një farë opinioni mbi ato se ndër vite se janë ngrit komunitetet Roma Shkali Egjiptian, edhe cila është gjendja e tyre në këto momente. Kështu që thjesht përmes pamjeve të cilat kanë me u paraqit, do të mundohemi që me përçu mesazhe sa më shumë drejt vizitorëve të cilët do të shohin ekspozita të tilla. Dita e parë përfundon me çdo 2 aktivitete. Më pas do të vazhdojmë të nesërmen me një aktivitet tjetër i cili do të lidhet me trit, me studentat, me profesorat. Do thotë në hapësiren e Termokisit, këtu në Prishtinë, do të kemi mundësinë të realizojmë debate, do të kemi mundësi të realizojmë slam poetry, do të thotë përmes debateve fillimisht do të kemi mundësinë që ne të promovojmë ose të diskutojmë mbi ato se cila është gjendja e komuniteteve Roma Shkali Egjiptian. Gjatë gjithë ditës. Po, do të filloj fillimisht në qendrën e resurseve e cila është në zyret tona, në Aktash, do të realizojmë debate, e më pas debatet kanë me pas krejt qëllimin që thjesht studentët dhe profesorët me reflektu mbi ato se çka kanë prej anës e institucioneve, komunitetit Roma Shkali Egjiptian, edhe sa po shfrytëzohen, edhe cilat janë ato arsyet pse nuk po shfrytëzohet, edhe si mundemi si profesora, studenta, aktivista, shoqërisë civile, ndoshta edhe institucione, për me reflektu mbi ato se çysh munden ata me i marrë ato të mira të cilat ekzistojnë. Më pas do të vazhdojmë në Termokjes ku do të organizojmë slam poetry. Slam poetry ka për qëllim që përmes poezisë na me tregu thjesht ato se qysh e shohin trit vetën në Kosovë. Do me thonë, jo vetëm si komunitete Roma Shkali Egjiptian, për shkak se poezit nuk do të tregohen vetëm prej komunitete, po thjesht një i ri ose një e re e cila jeton në Kosovë, do të tregoj pak a shumë se qysh e sheh ajo vetën, perspektive në Kosovë, po në të njëjtën kohë qysh i sheh dhe komunitetet me të cilët bashkëjeton çdo ditë, e të cilët në shumicën e rasteve nuk po e kanë hapësirën që edhe ata me tregu veten. Do më thonë, me po pak a shumë se apo ka privilegje ndoshta
dikush ma shumë, ndoshta ma pak, edhe pse jo, kështu që do të ketë diskutime ose mesazhe përmes poezisë, ku do të ketë edhe muzikë, do të ketë edhe mesazhe të ndryshme të cilat do të paraqiten gjatë eventit. Do të jetë një aktivitet shumë interesant në të cilin munden me apliku gjithë rritë që kanë interesim me qenë. Kështu që nuk është aktivitet i mbyllur, do të jetë aktivitet në të cilin dikush që ka interesim mundet me paraqit një kërkesë tek ne, edhe më pas do të jetë i lirë që me marrë pjesë në këtë event. Domethënë duhet një formalitet, një aplikim, jo që të vinë, po kalojmë andej, po ndalim të shë. Po, normalisht që ne dyrt do t'i kemi të hapur edhe për njerëzit të cilët thjesht janë të kaluar edhe e din që prej orës 7 me datën 24 qershor janë aneka hapësira e termokisit, munden lirisht. Nuk është që ne i kufizojmë njerëzit që me orë, për shkak se thjesht krejt që na duhet është me pasë ma shumë njerëz të cilët kanë me pas interesim mbi ato si që ka po dojnë na me trajtu gjatë festivalit tonë. Kështu që krejt ata që dojnë mo arktu, thjesht munden edhe me na kontaktu, për në të njëjtën kohë me u bashkangjit në aktivitetin cilin do të realizojmë, i cili do të jetë një event shumë interesant me tri edhe treja të cilët kanë një ide ndoshta ma ndryshe edhe po dojnë me përqu këtë iden tek shoqëria ose tek rrethi i cili ka me qenë aty. Ndërsa me 25? Mas nej, kur vazhdojmë me datën 25, do të vazhdojmë me fuqizimin e bizneseve dhe të burrave dhe grave të cilët kanë një vizion, kanë një ide për ngritje të tyre në aspektin e njohurive që i kanë, por nuk i kanë pas mundësi asnjëherë me u ngrit. Kështu që në bashkëpunim me Kiesa do të takohemi me biznese, do të organizojmë disa panajire të bizneseve, është një aktivitet i cili ka me qenë i mbyllur, por në të cilin do të takohemi dhe do të debatojmë mbi ato se çka realisht po ofrohet prej institucioneve dhe sa komunitetet po i kanë mundësit me apliku në për thirrje të ndryshme, por në të njëjtën kohë edhe do të krijojmë një farjetizimi në mes të bizneseve të ndryshme, të burrave dhe grave, cilët vinë prej radhëve të komuniteteve roma, shkali dhe egjiptian, edhe të cilët kanë thjesht interesim me u bashku me institucionet edhe me apliku në përthirje. Kështu që do të jetë një angazhim i cili është shumë i nevojshëm fillimisht, për shkak se shumica e komuniteteve nuk kanë asnjë njohuri për thirrje të cilat ndoshta edhe dedikohen për komunitetet roma, shkali egjiptian. Kështu që në momentin që ne krijojmë një farë rjetizimi, atëherë ne do të jemi ata cilët edhe do të ndajmë thirrje me ta, edhe do të asistojmë ndoshta në aplikim ose çka të qoftë, po thjesht është e nevojshme që mu bë hapi parë njoftues i cili do të hapë rrugë për komunitetet roma, shkali egjiptian, në këtë rast për bizneset e komuniteteve. A ka që i kanë bizneset e veta dhe vinë me i forcu me gjithë bashkëpunëtor, apo ka dhe të atil që thjesht e ka një ide për një biznes për s'kanë fond? A mund të marim pjesë e dy partë? Në këtë aktivitet do të marim pjesë biznesit të cilët vetë se ekzistojnë, por të cilat ndoshta nuk kanë pas mundësi që me përfitun ndoshta prej institucioneve shtetërore. Por do të ketë edhe aktivitet tjetër i cili ndërlidhet me këto të dytën që e keni përmend. Do thotë me gra do të organizojmë në qendrën multikulturore Krah që e kemi në Prishtinë, do të organizojmë një si lloj punëtorie në të cilën do të trajtohet dizajni, ndoshta dizajni veshjeve, dizajne të ndryshme të cilat munden me u përdor përmes çepjes, ku do të ftojmë gra të ndryshme të lokacioneve të ndryshme në Kosovë, cilat do të marrin pjesë edhe të cilat do të mësojnë më shumë mbi ata se çysh munden ata realisht me fillu diçka, e që është një njohuri që e kanë bazike, por nuk e kanë zhvillu. Nuk e kanë zhvillu edhe mundësit po janë. Kështu që do të trajtojmë temat të cilat ndoshta kanë qenë tabu, ndoshta fillimin i biznesit, ndoshta ka qenë e vështirë, ndoshta i hapi i parë u dok shumë i parealizueshëm, por do të diskutojmë edhe mundësitë që ato me nis hapin e parë edhe me vazhdu me një biznes i cili lidhet me profesionin që e njohin. Sa mirë, një fuqizim i tillë duhet shumë grave sidomos. Dhe dita 4 është dita e qefit. Dita e 4 ka me fillu para se me përfundu edhe një aktivitet që vazhdon mas kësajna. Është aktiviteti ku gratë, realisht vajzat e reja, të cilat kanë pas interesim fuqizim politik, kanë me
kanë me u taku me institucione shtetërore. Kështu që do të takohen do të njohen pak më shumë me Kuvendin e Republikës së Kosovës, do të njohen më shumë me deputetë dhe mundësitë cilat mundin mi ofru edhe këta si deputetë, njohuritë cilat mundin mi ofru për këto vajzat cilat kanë interesim për fuqizim politik, po në të njëjtin kohë jemi edhe në pritje që me u realizua edhe një takim të presidenca që thjesht gratë ose vajzat e reja të cilat kanë pas interesim për politikë me po pak a shumë se qysh funksionon një institucion kaq i lartë edhe në këtë rast presidenca. Kështu që do të ketë aktivitete mas aktivitete që sidomos kjo ditë kam qenë kogja e ngarkume të bazu në aktivitete që i kemi planifikuar. Edhe me kaq përfundon dita e treta, mas ne i vazhdojmë me ditën e katërt. Dita e katërt është me fëmijë, po është me qeft, ashtu që edhe e ke thonë. Fillon në ora 11 ku fëmijët e ndryshëm të komuniteteve të ndryshëm do të bashkohen në Gërmia Park. Kështu që në Gërmi do të organizojmë Running with Colors ose vrapim me ngjyra, ku fëmijët do të kenë një start edhe një finish, ku do të realizojnë një vrapim i cili nuk ka me qenë shumë i gjatë, po thjesht ka me qenë një simbolizim i festivalit multikulturor, ku do të vrapojnë fëmijët e komuniteteve të ndryshme. Andaj edhe po du me shfrytzu rastin që me i ftu prind, nonat, që me i sjell fëmijët. Do më thonë me 26 qershor. Çfarë ditë i vjen 26? I vjen e premte, që me kanë pushim të paktën fëmija, po 26 është e premte. Prej orës 11 në parkun e Gërmis me i sjell. Po, të gjithë është aktivitet shumë i hapur, kështu që fëmijët do të kenë ushqime, pije, do të thotë do të kenë disa begja me të cilat do të vrapojnë edhe do të kenë mundësi me fitu vendin e parë, dytin ose të tretin. Kështu që do të jetë një aktivitet shumë interesant ku do të kemi edhe përfshirje prej federatës së futbollit, futbollerë të cilët janë të njohur në kombëtarin tonë, edhe do t'i mirëpresin, do të vrapojnë bashkarisht, edhe në momentin që mbrin të finishe edhe fëmijët të cilët e fitojnë vendin e parë, dytë ose të tretë do të marrin një çmim shumë simbolik, por i cili do të identifikoj fitoren e tyre. Kështu që do të jetë një aktivitet shumë interesant për fëmijë, po më pas do të vazhdoj aktivitete. Normalisht do të kemi sportet të ndryshme, ping-pong, volejboll, se çka do që kanë interesim fëmijët, me u bashku përmes ngjyrave, me lujt lojra të ndryshme, edhe thjesht me festu bashkëjetesën me të gjitha komunitetet cilat ekzistojnë në Kosovë. Mosha s'është e kufizuar. Nuk është e kufizuar, mundin me marrë pjesë fëmijët prej moshës në përcjelljen e e prindërve. më pas deri te mosha e shkollave të mesme, kështu që fëmijët trit janë shumë të lirë me marrë pjesë. Po i ftojmë gjithsesi nënat që me pasi mundësi për fëmijët e tyre me u bashku. Pastaj mbrëmje do të jenë 3 bendet të cilat do të vinë të përfundojnë. Pasi të përfundojmë... Për Florenta Brashin e di, kush ishin edhe 2 vendet tjera? Florenta Brashi ka me qenë njëri prej këngëtarëve i cili do të performoj në koncerti multikulturor. Gjatë diskutimit me Florentin, kemi diskutuar që Florenti të kënoj edhe në gjuhën rome. E që është një mundësi shumë e mirë që me promovu bashkëjetesën e multikulturalizmin përmes muzikës. Kështu që përveç Florentit do të kemi edhe 2 bende të tjera, është Jimmy Band, të cilët janë shumë këngëtarë të mirë, të cilët promovojnë këngë të ndryshme në gjuhë të ndryshme, të përfshi gjuhën angleze, gjuhën rome, gjuhën shqipe, edhe më pas do të jetë një band shumë i ri, disa djemt të cilët janë me një moshë shumë tre, e që e kanë hapë një band i cili thirret trio band. Edhe ata do të performojnë me një muzikë vetëm muzikë, pa këndim, por do të tregojnë disa stile të ndryshme muzikore të cilat janë të i trajtu edhe janë të i përdorë qitashte që janë kogjasi moderne, sidomos në kulturën rome, kështu që do të jetë një event shumë interesant, e që gjatë koncertit do të përqojmë edhe mesazhe. Do të thotë, nuk do të jetë koncerti vetëm muzikë, por do të përqojmë mesazhe të ndryshme mbi ato se kush janë komunitetet, historitë e tyre,
fjalë të cilat zgjasin 20 sekonda në mes të 2-3 këngëve, edhe në të njëjtën kohë do të kemi edhe përfshirje të valleve, edhe muzika, do të thotë edhe veshjeve, edhe formave të ndryshme të cilë në bazë të cilave ne do të tentojmë thjesht me tregu pak a shumë se kush janë komunitetet roma shkelet. Shumë ngjyra, shumë aktivitete, shumë hapësirë për të gjitha moshat. Krejt që ka na mbetet mua dhe ty është me i ftu njerëz që në këto 4 ditët e qershorit me nda kohën që të paktën para diteve ose mas diteve me qenë pjesë e festivalit. Po besoj që në faqet e juja keni me i publiku krejt këto dana. Vorae është faqja Voice of Rom Egyptian Dashkali në Instagram dhe në Facebook. Për ndryshe, për detaje mundin me ju shkru edhe të faqet, publikimet, ju jeni kogja korrekt me njoftime me të gjitha mund t'i marrin. Unë do të përpiqen që t'jem pjesë edhe me fëmijët e mi në këto aktivitete mas orarit të shkollës, kështu që ta shijojmë pse jo një aktivitet të tillë me plot ngjyra dhe të njohim kulturat e njëri tjetrit. Ashtu. Unë të falenderoj shumë Denis Sheshi sot. Faleminderit shumë edhe për juve, ishte kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha jona, ndërkohë i ftoj të gjitha ata të cilët kanë ikë diçka prej informacionit edhe një herë Denisin, mund ta kontaktoni përmes organizatës ku ai punon edhe është zyrtari i programit në Vorae. Natyrisht që përmes familja jonë do të mundohem t'i përcjellim edhe aktivitetet. E shkoa ta ftoj në studio doktoreshën Liridona Guci, specialiste e kirurgjisë plastike, rekonstruktive dhe estetike, me cilën do të flasim për kirurgjinë si trendi i të rinjëve.